Ka humor, ka batut, ka tregim. Nuk kam qenë rebele për të dukur, kam qenë rebele për të mos të zhdukur. Çdo gjë sot, në radhë të parë, e bëj për veten, pastaj për tjerët. Unë kisha bërë plane të tjera për jetën. Jeta më prishit planet. Prindrit duan që ti të thyesh, duan që ti nga thyerjet të mësosh dhe thyerjet të forcojnë. Prindrit e tu ndoshta, përgjithsisht prindrit duan që fëmijët jenë perfekt, mos të rëzohen. Unë them gjithmonë Andeta i ri Rozanës, i ri Rozit si dron mbi kokë. Mua mund të më marrësh të gjitha, vetëm nuk dua të më largoj njëri Andetën. Nuk di të jetoj unë pa Andetën, nuk funksionoj dot. Në jetën time jam kënaqur më shumë nga kritikat reale se nga duar trokitje. Ti je përpjekur dhe të vlerësoj, unë nuk jam përpjekur. Nëse Zoti e ka një fëmijë për mua, do ma jap. Është e rrallë që të të ftoj në intervista dhe të të dëgjoj. Po tani. Sot, në kohët që kanë ardhur, duhet të paguash që të të dëgjoj dikush. Të mendosh që edhe nuk më ke paguar. Asnjë nuk më paguan nga të ftuarit e mi që unë ta dëgjoj.